Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas të gjitha falëndërimeve që i dham Allahut edhe që i bën përshëndetje Muhamedit alayhis salam, edhe pas faljes së namazit, atëherë do të kalojmë më një herë tek pjesa e ligjërimit, ku fjalën do ta ketë doktor Adnan Ahmedi, i cili studimet i ka kryer në Fakultetin e Azharit, e tani është duke shërbyer si imam në Preshef. Ai do të na prezantojë dhe do të ligjëroj rreth Isras dhe Mirajit nga këndvështrimi historik dhe në fakt çfarë ka ndodhur me Isran dhe Mirajin dhe çfarë ndodhi në këtë ngjarje, ndërkohë që doktori tjetër do të ligjëroj dhe do t'i bëjë një qasje kësaj ngjarje nga aspekti se çfarë porosisht duhet të nxjerrim nga Isra dhe Miraji dhe çfarë duhet përfituar ne dhe si ndërlidhet kjo me aktualitetin tonë. E lutem Allahun xhaleshanu që t'ju japë shëndet, t'ju japë bereqet, t'u lehtësoj dhe ta thënë atë që ne të përfitojmë inshallah. Trëndafili për Muhamedit alayhis salam në El-Hidaya po rritet, edhe El-Hidaya po rritet dhe forcohet. Allahu inshallah ja forcoft themelet, ja forcoft xhamatin edhe boft model të semirës inshallah. Atëherë, pa humbur kohë, kërkofalje ndoshta e zgjata, këto janë meritor për ta marrë fjalën, ja jap me një herë doktor Adnan Ahmedit. Vetëm një informacion të shkurtër, xhamia ka organizuar edhe ushqim ku do të shërbehet, lërish të transport në ndërkohë edhe të shfrytëzoj edhe ushqimet e simontran të jonë, edhe në përcjellje gjithashtu. Kemi ekspozuar tipit më të ri të librave që na kanë ardhur, gjithashtu ju kisha sugjeruar që të jeni mësi, libra nisë xhamisë sepse do të shihni se ka të shumë të mirë dhe shumë të rëndësishme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon vetëm se Allahu xhaleshanuhu, Zotit të botrave, dhe vetëm se atij i drejtohemi gjatë lutjeve tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të mira i dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. E lutem Allahun xhaleshanuhu që rahmeti dhe mëshira e tij të jetë mbi të gjithë besimtarët musliman e muslimane deri në ditën e gjykimit. Jam i privilegjuar sot që gjendem këtu në mesin e juaj, në mesin e gjithë këtyre hoxhallarëve tuaj, që tani në çdo qosh apo në çdo kant të Zvicrës është hap një xhami, është bërë një xhami, kur kjo në një kohë prej kohëve nuk ka qenë. Edhe ne si dy mysafirë që kemi ardhur sot prej vendeve tona ku jetojmë dhe veprojmë aty, me siguri se nuk kemi ardhur hoxhallëk me ushit. Mashallah, plot, është mush. Edhe kuadro e fortë. Kuadro e cila është në dijeni se çfarë është duke bërë. Sot kemi ardhur me pas një takim të përbashkët, një lexim të Kuranit të mrekullueshëm që hafizi i nderuar që është ulur pranë meje këtu, na e fali akshamin, edhe ma përkujtoi një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thot: "Yuqalu li sahibil Quran iqra وارتقي ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم." Po e thom arabisht, për shkak se me ditë kjo fe ka burimet e saja. Kjo fe përqendrohet me diçka. Kjo fe është shkollë. Kjo fe është rregull. Nuk është anarhi. Gjëja më e lehtë që sot është fetvaja në xhep, halal apo haram. ولا تقولوا بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام. Mos thoni me gojën e juaj kjo është halal, kjo është haram. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. Halal është
Ato Zoti që ka bo harami, Zoti që ka bo haram. Pe thomë, duke ditë se kjo është baza jonë. Kjo është një historie jonë. Një historian thotë, ai që nuk mburret me historin e ti, nuk ka të ardhme. S'ka me pas të ardhme. Edhe ne si musliman, në qoftë se nuk mburremi me historin tonë, nuk kemi me pas të ardhme. Këtu qëndron puna, sepse ne hoxhallarët ka ndonjëherë ja mësojmë edhe veshin e juaj që të jetë ibadetçi. Fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kur'ani, ju të tjerët heshtni edhe ndëgjonini në qoftë se dëshironi me qenë të mëshiruar. Në këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që Allahu thot për ata pronart e Kur'anit, për ata që kanë jetuar për Kur'an, për ata që i kanë edukuar brezrat e ndryshme me Kur'an, thot, do t'i thuhet në ditën e gjykimit pronarit të Kur'anit, lexo dhe ngritu lart, lexoje ashtu siç e ke zbukuruar në dynja, për shkak se vendi yt do të jetë në ajetin e fundit kur ti do të ndalesh. Vendi yt në xhennet. Neve sot kemi ardhur këtu me bërë një takim kuranor, një bisedë të përbashkët, me ndajt një gajle të përbashkët. Kemi shumë gajle, kemi shumë mundime. Unë e vi prej Preshevës. Presheva është në afërsi të Kumanovës. Keni ndëgjuar edhe ju, edhe neve na ka dhimbë. Po edhe juve ju vdhemb ajo. Ajo është arterje çdo shqiptari sot kur dëgjon për fjalën Kumanov. Kemi ardhur me nda këto momentet bashkarisht, mi kalu një çast, një moment mirë. Edhe të njëjtën kohë të thuhen disa fjalë rreth asaj për çfarë ne kemi ardhur këtu. Me siguri se hoxhallarë këtu e kanë shqellu dje, ditë e xuma ka qenë çështjen e Isras edhe Mi'rajit. Me siguri se edhe ju keni njohuri se çfarë do me thonë Isra. Me siguri se edhe juve keni ndëgjuar se Allahu Gjellëshanu e ka lidh Mesgjidul Haramin me Mesgjidul Aqsa, duke thënë Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al Mesgjidil Harami ila al Mesgjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. I lartësuar është Allahu që ja ka mundësuar këtë ekspedit hyjnore robit vetë prej Mesgjidul Haramit në Mekke në Mesgjidul Aqsa në Kudsi Sherif. Pe përdori një terminologji ndoshta Kudsi Sherif të na rezulton pak si jo e njohur. Por Kudsi Sherifi për muslimanin duhet me figuru Kudsi Sherif edhe më fund. Jerusalim është diçka tjetër, për neve nuk është. Kudsi Sherif është ai për neve. Mesgjidul Aqsaja është Mesgjidul Aqsa. Kurani, terminologjia e Kuranit. I lartësuar është Allahu që ja ka mundësuar këtë ekspedit hyjnore. Unë sot kam marrë prej Preshevës, si e pataj qyteti, mirë mingen. Me mingen. Për 2 orë, as 2 orë si bona. Para një 50 vite dhe më ju pas thonë unë e këtë me më pas pa dikush që ka marrë për 2 orë se më kish besu. A më tash është mundësu, ndoshta do të dale në të ardhmen me gjithë këtë përparim teknologjik shkencor, çfarë do të arrim? Ndoshta edhe më frikë. Allahu thot subhan, fjalën e parë subhan, i lartësuar është ai që ja sa kemi mundësuar ne. Edhe çështja e pejgamberllëkut Muhammedit alayhis salatu wassalam që është an-nubuwa al-mu'jiza. Pejgamberllëku është mu'jiza në vetëqenjen e tij, mu'jiza. Jo mrekulli. Mrekulli është, sot po i thonë edhe piramidës, kullës Eifelit, murit kines që e kanë ndërtuar njeriu, i thonë mrekulli. Edhe Kur'anit në literaturë e gjejmë mrekulli. Nuk është në këtë formë mrekulli, por është mu'jiza khariqa anil 'ade, diçka jashtëzakonshme. Është folur për Isra'n dhe Mi'rajin, unë sot me juve do të ndalem në 2 pika. Në mënyrë që t'ja lë dhe bashkësi duhet si tim pastaj, që ta vazhdon këtë natë mëdhështore. Çështjen e parë, Ibn Sa'di fi tabaqatihi al-kubra ka thënë, ka qenë në 17 muaj apo 18 muaj me Sa'di para se me bërë hijretin. Dikush kam gjetë edhe këtë, kam has literaturë 3 vite. Isra dhe Mi'raji para hijretit. Do me thënë ka qenë në vitin e 10 të pejgamberllëkut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dashti me urtësinë Allahu Gjellëshanu që të ndronë terenin.
të gjem pak një teren më të voliq. Të shkon në Taif. Një mesazh i Isras edhe Mi'rajit është, o musliman, kur muslimon pesimist, kur. Pesimizmi nuk ka vend në qenjen tonë dhe ti si musliman. A ka mundër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë krijesa më e dashur Allahu xhaleshan, me thonë, o Allah, po ti më zgjodhe mu pejgamber. Po çfarë janë këto torturat? Unë gjumë s'më bëj rahat. Në Mekë këshish si po më përgjigjen. Tani shkova në Taif me Zeid ibn al-Haritha, edhe më gjojtën me gur që nuk ka pas pjesë në trupin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që nuk është bërë gjak. Pse Allah ti më mështinë në këtë mundi? Po ju, për me na tregu edhe kanunin e sebebit, ligjin e sebebit, që neve muslimanëve ky ligj sot na mungon. Çdo gjë funksionon mbas sebebit. Wa ja'alna li kulli shay'in sababa. Kemi bërë për çdo gjë sebeb. Sebeb o xhamati nderuar. Çdo gjë sebeb. Pejgamber ka qenë, ka ndru të rinj, thotë shkojnë në Taif, mos më përgjigjen. Me sebeb. E kanë prit, ashtu si që kanë prit, është kthy prej Taifit, Taif, një qytet me radiun e 100 kilometra në afërsi të Mekës, edhe është kthy në një kofsht i përgjakur, i lodhur, i raskapitur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë një dua, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Në qoftë se ti nuk je i hidhur o Allah, për mua s'ka gajle. Ti veç mos më hidhra. Isra dhe Mi'raji në qenjën e tij ka mbajt një mesazh për krenarin ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ty o Muhammed, në qoftë se dy banorët e dy qyteteve të injorojnë, ti ke mu nderuar në qiell. Edhe ti ke me pas se çfarë nderimi dhe respekti ke me pas në qiell. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk u rapesim. Një dietar ndoshta e ka thonë lapsus. Edhe çështja e dietarëve është interesant. Ne si xhamat nuk bën fort fjalët e tyre më ja komentue. Pse kemi rregull? Kjo rregull është e ligjit islam. Kullu mujtahidin musib. Çdo mujtahid, jo çdo njerëz, ka thonë pejgamberi sa, çdo mujtahid. Mujtahid ai që mirret me studime shkencore akademike. Kjo është mujtahid. Me një vend tjetër ka thonë el mujtahidu idha asaba falahu ajran wa idha akhta falahu ajrun. Mujtahidi kur ta qëllon i ka 2 sevape. Kur të hub, nëse se qëllon i ka 1 sevap. Ka thënë njëri dhe kur e ka pa Muhammed alayhi salatu wasallam se dështoi në Mekë. Wallahi nuk ka dështuar pejgamberi alayhi salatu wasallam në Mekë. Nuk është puna që ka dështuar, po hala nuk janë paraqit kushtet e vërtetshme që të jetë rezultati final në mënyrë që të zbres në vitin e 10 Hijri, ajeti kuranor ku do ta garanton këtë fe Allahu xhallahu xhallahu do t'i thotë el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot plotësova fen të mirat e mia ndaj jush. Wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaja. Prej Ademit alayhis salam, plotësimi i fe deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishte ardhur hala momenti. Hala kushtet e volitshme. Por rezultatet shihen pas një mundi, edhe ju. Çdo herë kur do të angazhoheni, keni me pas rezultat. Në kopsht një shërptor të dy djemtë e Ibn Rabia, më sa më kujtohet, emrin ai Addas i Krishter. E ka pa me gjak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka afrua një sahan me rush. E ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonë bismillah. Ahlu hadhihi albilad la yaquluna hakadha. Ka thonë banorët e këtyre vend nuk thonë bismillah kur të hajnë but. Thotë ti prej nga je? Thot, unë jam prej Ninua. Ninua? Thot, Ninua është një qytet i vllaut tim pejgamber, Yunusit alayhis salam. Thot, min ayna laka al-ilmu bi Yunus? Thot, pikati pe di Yunusi. Dhalika nabi wa ana nabi. Thot, ajo është pejgamber edhe unë jam pejgamber. Një poet pastaj ka shkruar një vjersh për këtë rast.
thot ja ajaban lil qadari jaat al qubulat ba'da kalimat al adawa. E ka përqaf kjo Adasi pejgamberin edhe ka thot tash po besoj se nime kokë pejgamber. Një njeri e pranoi fen. Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk tha kështu shembo. Banorët e Mekës kështu më kanë bo, banorët e Taifit kështu. Nuk kishte vend pesimizmi në zemrën e tij. Por rezultatet e punës së tij u pan në atë moment kur ai e pranoi fen islame edhe Allah xhallahu shanu nuk ja çoi mundin poshtë. Edhe në popullatën tonë nuk ja ka quar mundin poshtë hoxhallarëve tanë. A dini ne që sa jemi musliman si shqiptar? Historikisht, unë pa e thom një numër, parafërsisht. 620 vite, marmi frym muslimanqe. 620 vjetë. Unë e përmenda pak për ardhin time. Hafiz Ler, ka dasht Allahu Gjellëshanu që familjet të kujdesit për Kur'an. Nuk ju kom përmendu dhe tjerës edhe nena jeme ka qenë hafize, edhe 2 motrat e mia janë hafize, edhe tezët i kam hafize. Po tash një bisedë private me doktorin në Prizren tha është shu çështja hafizllikut. Në Preshev është shujt, hafizi i fundit ka dalë para 20 viteve në fshatin Gerej. Ska. Hafizi i fundit. Unë kam qenë prezent në një kurs për mësimin e Kur'anit famlart, për përgatitjen e kuadrove për mësimin e Kur'anit famlart, ku në atë kurs ka qenë një pjesëtar nga Gostivari. Kemi thashtu, a i tha se në një ceremoni të hafizave ka ndarë 6 hafiza. Ta shfrik. Mos tonë 5 vite apo 6 vite, po shumë. Kur kam qenë si mysafir në State Department në Amerikë, në qytetin e Pennsylvanis, Philadelphia. Kemi falë gjuman, në atë gjuman është bërë promovimi 8 hafizave. 7 hafizlar, zi një i bardh. 7 zi, George, kësi farë emrash, po hafiz ka dalë. Edhe imami nga Egypti, po më thotë, tha keni nderin se sot kemi bërë promovimin e hafizave, ka qenë një komision i veçantë, edhe kanë dalë për me janë mbrojt tezën e hafizlëkot. Që shë bojmë edhe na, ma farë, tradicionalitetin tonë që e kemi pas për hafizler. 8 hafiza ku në Philadelphia. Të shqiptaria të na, po shkon gradualisht duke u shujt. Inshallah nuk shuhet, jo, kur s'ka mu shujt. Hiq kur. Po, do duhet një angazhim. Une pesimizmin e përmenda për këtë shkak, se në zemrat e muslimanëve pesimizmin nuk ka. Sa hoxhallar ka pas shqiptaria. Unë e përmenda në konakun e haxhiz që kem, ku e hangrëm darkën, Allah e bekoft, përmenda se në vitin 1933, hoxhallarët e tanë i kanë mësuar kuadrët e Egyptit. 1933. Njëri prej tyre ka qenë migja i babës tem, Hafiz Nexhatiu rahmetullahi alej. E kam dëgju për hoxhallar të ndryshëm në Shkup, në Tetov, në Gostivar, në Strug, në Dibër, në Gjakov. Në Gjakov, Fahri Efendia i ndim, të cilët kanë bërë çfarë kanë bërë, unë jam nxënës edhe brum i medreses Alaudin në Prishtinë. Në vitin 1966 është bërë hapja solemne. A dini çfarë do me thënje ka pas viti 66 në kohën kur është hap medreseja? Kulminacioni i sulmit ndaj muslimanëve ka qenë koha Rankovićit. Ama është hap. Ka pas njerëz burra të cilët edhe ata neve në atë farë mënyrën tradicionale në kam përcjell fen neve, edhe ne do ta bëjmë kështu. Qysh keni bëj ju këtu xhamia, inshallah edhe na do ta bëjmë një farë lloj ripërtrirje të gjakut ton. E kjo është një mesazh i Isras edhe Mi'rajit. E dyta që po do të ndalem që mos të marrë edhe shumë kohë, për shkak se kemi çfarë me fol për Israel, kemi shku. Është wahdatur risalat. Risale, Allahu Gjellëshanu me urësin që i ka shbit pejgamber kohë pas kohë, jo një. Njerëzia i ka bu 2, 3, 5, 10. është një. Unë do të lexoj një ajet
edhe një tregim të një pejgamberit. Më lejoni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna nab'athu min rasulin hatta nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahu al-azim. Nuk ka pas pejgamber prej pejgamberve që ne të e kemi dërguar tek populli vet e që mos t'i kemi shpallur atij fjalën la ilaha illallah pa istithna, pa kur një farë përjashtimi. Të gjithë la ilaha illa ana fa'budun, Allahu xhalla shanu ka thënë. Kurani precis shumë, do të thotë me që këtë fjalë e ka vërtetuar se të gjithë pejgamberët janë prej një brumit. Të gjithë ata janë një fe. Kurani që ato qëndron mrekullia e Kuranit. Një dietar kishtonën në një vend ku Allahu xhalla shanu në surën Taha e përmend duke e bërë një bisedë Allahu xhalla shanu me Hazreti Musa alayhis salam, bisedë kur i ka zbritur Tevrati ka thënë wa anna as-sa'ata 'atiyatun la rayba fiha. Në një vend tjetër surat Ghafir wa anna as-sa'ata la atiyatun bash lilam ja ka shtu ka thonë kjo është lami tepër, jo s'është zjade. Se këtu bashkëbiseduesi ka qenë Hazreti Musa, si pejgamber, ndërsa në surat Ghafir janë bashkëbiseduar ata që nuk e besojnë kiametin. Wa anna as-sa'ata kiameti ka marrë edhe se ju e rrezoj pa dyshim se ka marrë. Wa anna la atiyatun la tepër që këtë zjade që është e vërteton. Wa anna as-sa'ata la atiyatun la rayba fiha. Çështja e pejgamberit që dashur me përmend, wahdatur risalat, që Allahu xhalla shanu ka dashur nëpërmjet tregimit të Isras edhe Mi'rajit, nëpërmjet përmendurit të Mesjidul Aqsa, edhe të falurit e 2 rekateve namaz me të gjithë pejgamberët, se këta kanë dalë për një brumit. Unë do ta përmend sot Hazreti Jakubin alayhis salam. Kemi plot të gjithë pejgamberët që Allahu xhalla shanu i ka përmend Kur'an e kanë një esencë. Minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Ka prej tyre që ne po t'i përmendim, ka prej tyre që ne nuk po t'i përmendim. Edhe këto janë tregime dhe rrëfime kuranore të cilat neve na tregojnë çështjen e imanit edhe besimit ton. Te Hazreti Jakubi alayhis salam thot Allahu xhalla shanuhu në suratu Al-Baqara. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Fjala musliman në fund pa përmendet. Sa fjala mirë. Po, i kisha lutur këto vëllezër, do ta përfundoje profesori ligjërimin, pastaj do të shkruajmë shpejt derisa të përgatitet afër për një shërë. Mos pengon. Si pak më të sigurt lutem. Përkthimi i këtij ajetit kuranor është: a mos keni qenë dëshmitar në atë moment kur Jakubit i ka ardhur vdekja? Hazreti Jakubit, një histori e bujshme, një histori plot iman. Ja buneja la taqsus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka ke mos ja tregot ëndrrën që e ke pa. Në fund, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut. A mos keni qenë ju dëshmitar kur i ka ardhur Jakubit vdekja? Kur i ka thënë djemve të tij, çfarë do të adhuroni? Mua më intereson adhurimi, ibadeti. Thotë, o baba jon, ne kemi me adhuru atë Zot ti që e ka adhuru. Ilaheke wa ilaha abaike Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahid. Atë Zot ti që e ka adhuru, që e ka adhuruar baballarët e tu, Ibrahimi, Ismaili, Ishaq alayhimus salam, wa ala nabina afdalus salatu wassalam, ilahan wahidan një, wa nahnu lahu muslimun. Edhe ne kemi me qenë si musliman, kame në arrit neve vdekja si musliman. Koft razi dhe i knaqër Allahu xhalla shanu. E ndje vetën të privilegjuar edhe njëherë po e thom këto, që gjindem sonde në mesin e juaj, që mu është dhënë mundësia me qenë sot pjesë e juaja, pjesë e këtij ligjërimit, e lusim Allahu xhalla shanu që të na bashkon me të mirët. Inshallah, Allahu xhalla shanu zbret rahmetin dhe mëshirën e tij. Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alamin. Ju falenderoj gjithëve. Ju falenderoj të juve, i dashur dhe nderuar doktor. Allah inshallah ju restauron. Amin, amin.